Kapitulli 9. Jezui i thirri të 12 dhe u dha fuqi e pushtet mbi të gjithë djajt, si edhe për të shëruar sëmundjet. Pastaj i dërgoi të predikonin mbretërinë e Perëndis e të shëronin të sëmurët. Atëherë u tha: Mos merrni asgjë me vete për udhtim. As shkop, as trast, as buk, as para, e mos mbani 2 tunika. Në atë shtëpi që të hyni, rrini aty derisa të niseni. Nëse ndokush nuk ju pranon, kur të dilni prej atij qyteti shkumni pluhurin nga këmbët tuaja, si dëshmi kundër tyre. Dishepujt u nisën e shkuan nëpër fshatra duke shpallur ungjillin e duke shëruar kudo. Herod Tetrarku dëgjoi për gjithçka që kishte ndodhur e u shqetësua, sepse disa thoshin se Gjoni ishte ngjallur prej të vdekurve, disa të tjerë thoshin se ishte shfaqur Elia, e të tjerë se ishte ngjallur një nga profetët e vjetër. Herodi tha: Gjoni t'ja kam prerë kokën, por kush është ky për të cilin po dëgjoj këto gjëra? Dhe kërkonte ta shihte. Kur u kthyen, apostujt i treguan Jezuit për gjithçka që kishin bërë. Ai i mori apostujt e u largua vetëm me ta drejt një qyteti të quajtur Betsaid. Kur turmat e morën vesh këtë gjë, i shkuan pas. Jezui i mirëpriti, u foli për mbretërinë e Perëndis dhe shëroi ata që kishin nevojë për shërim. Dita po mbaronte e të 12-tët ju ofruan Jezuit e i thanë: Nise turmën që të shkojë në fshatrat dhe fushat përreth, që të strehohen e të ushqehen, sepse ky vend është i shkret. Por Jezui u tha: Jepuni ju ndonjë gjë për të ngrënë. Ata i u përgjigjën: Ne kemi vetëm 5 buke e 2 peshq. A të shkojmë të blejmë ushqim për gjithë këtë popull? Aty ishin rreth 5.000 burra. Jezui u tha dishepujve: Ulini njerëzit në grupe nga 50 veta. Ata vepruan ashtu dhe i ulën të gjithë. Jezui mori 5 bukët e 2 peshqit, ngriti sy drejt qiellit, tha lutjen e bekimit, i theu bukët dhe u dha dishepujve t'ja shtëronin turmës. Të gjithë hëngrën e u ngopën. Çfarë teproi, u mblodh dhe u mbushën 12 shporta me copa buke. Njëherë kur Jezui po lutej në një vend të veçuar, e dishepujt ishin me të, ai i pyeti: Kush thon turmat se jam unë? Ata ju përgjigjën: Disa thonë se je Gjon Pagzori, të tjerë se je Elia. Të tjerë se është ngjallur ndonjëri nga profetët e vjetër. Atëherë u tha: Po ju, kush thoni se jam unë? Pjetri u përgjigj: Ti je Krishti i Perëndis. Jezui i urdhëroi rreptësisht të mos i tregonin askujt për këtë, dhe u tha se Biri i Njeriut duhet të vuante shumë dhe se nuk do të pranojnë nga pleshtë, kryepriftërinjt dhe skribët. Pastaj do ta vrisnin, por ditën e tretë do të ngjallej. Atëherë u tha të gjithëve: Kush dëshiron të vijë pas meje, le të mohoj veten, të marrë kryqin e vet çdo ditë dhe të më ndjek. Sepse kushdo që dëshiron të shpëtojë jetën e vet, do ta humbas atë. Dhe kushdo që e humbet jetën e vet për shkakun tim, do ta shpëtojë atë. Çdo bi do të kishte njeriu po të fitonte mbar botën, por të humbte edhe të rënonte veten. Por edhe Biri i Njeriut, kur të vijë me lavdinë e tij e me lavdinë e Atit dhe të engjëjve të shenjtë, do të ketë turp për ata që kanë turp nga unë ose nga fjalët e mia. Me të vërtet po ju them, se disa nga ata që janë këtu nuk do të provojnë vdekjen pa e parë mbretërinë e Perëndis. Rreth 8 ditë pas e tha këto fjalë, Jezui mori me vete Pjetrin, Gjonin dhe Jakobin e u ngjit në mal për të lutur. Ndërsa po lutej, pamja e fytyrës së tij ndryshoi e rrobat morën një bardhësi vezulluese. Pastaj pan 2 burra që po flisin me Jezuin. Ishin Mojsiu dhe Elia, që u shfaqën në lavdi e po flisin për veprën që do të përmbushte Jezui me vdekjen e tij në Jeruzalem. Pjetri dhe ata që e shoqëronin kishin rënë në gjumë të thellë, por u zgjuan dhe pan lavdinë e tij dhe të 2 burrave që ishin me të. Kur po ndashin, Pjetri i tha Jezuit: Mësues, sa mirë që jemi këtu.
Le të ngrem 3 tenda. Një për ty, një për Mojsiun, e një për Elian. Pjetri nuk dinte çfarë po thoshte. Ndërsa po fliste, erdhi një re e i mbështolli. Kur hyn në re, dishepët i zuri frika. Pastaj nga reja u dëgjua një zë që tha: Ky është biri im i zgjedhur, dëgjojeni. Si u dëgjua zëri, Jezui mbeti vetëm. Ata heshtën e në ato ditë nuk i treguan askujt për gjërat që kishin parë. Të nesërmen, pasi kishin zbritur nga mali, Jezui në takoi një turmë e madhe. Atëherë një burr nga turma thirri: Mësues, të lutem shikoje ti mbir, se e kam djalë të vetëm. Atë e pushton një shpirt që e bën të bërtas, e shkund me dhun derisa nxjerr shkum nga goja. E mundon dhe largohet me vështirësi prej tij. Ju luta dishepujve të tu që ta të bonin, por nuk mundën. Jezui u përgjigj: O brezni e pa fe dhe e mbrapsht. Edhe sa kohë do t'jem me ju? Deri kur do t'ju duroj? Sille këtu të të birë. Kur pa sillnin, djalli e përplasi për tokë djaloshin dhe e përvëliti. Por Jezui e qërtoi shpirtin në ndyrë, e shëroi djaloshin dhe ja ktheu të atit. Të gjithë u mrekulluan nga madhështia e Perëndis. Ndërsa të gjithë mrekulloheshin me gjithçka që kishte bërë, Jezui u tha dishepujve: Vëruni veshin mirë fjalëve që po ju them. Biri i njeriu do të dorëzohet në duart e njerëzve. Por ata nuk i kuptuan këto fjalë. Kuptimi i tyre u mbeti i fshehur, kështu që nuk e morën vesh dhe kishin prik ta pyesnin. Mes dishepujve lindi pyetja se kush prej tyre ishte më i madhi, por Jezui, që i njihte mendimet e zemrës së tyre, mori një fëmijë dhe e mbajti pranë. Atëherë u tha dishepujve: Kush e pranon këtë fëmijë në emrin tim, më pranon mua. Dhe kush më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar. Më i vogli ndër të gjithë ju, ai është më i madhi. Atëherë Gjoni tha: Mësues, pam një njeri që dëbonte djajt në emrin tënd dhe ja ndaluam, sepse nuk të ndjek pas bashkë me ne. Por Jezui tha: Mos ja ndaloni, sepse kush nuk është kundër jush, është me ju. Kur pa afroheshin ditët e ngritjes së tij në qiell, Jezui mori vendim të prerë për të shkuar në Jeruzalem dhe dërgoi përpara lajmëtarët. Gjatë rrugës, u ndalën në një fshat samaritanësh për të bërë përgatitjet për Jezuin, por ata nuk e pranuan sepse po shkonte drejt Jeruzalemit. Kur dishepujt e tij, Jakobi dhe Gjoni, e pan këtë gjë, i thanë: Zot, a do që të urdhërojmë të zbret zjarri nga qielli e t'i përpijë? Por Jezui u kthye e i qortoi. Pastaj shkuan në një fshat tjetër. Ndërsa po ecnin në rrugës, dikush i tha: Do të ndjek kudo që të shkosh. Por Jezui i tha: Dhelprat kanë strofka, dhe zogjtë e qiellit kanë fole. Ndërsa biri i njeriut nuk ka as ku të mbështes kokën. Një tjetër i tha: Më ndiq. Por ai ju përgjigj: Zot, më lejo të shkoj e të varros më parë ti mat. Jezui tha: Lëri të vdekurit të varrosin të vdekurit e tyre, ndërsa ti shko e shpall mbretërinë e Perëndis. Një tjetër i tha: Unë do të ndjek, Zot, por më lejo të ndahe më parë me ata të shtëpisë. Jezui ju përgjigj: Kushdo që vë dorë në parmend dhe e kthen kokën pas, nuk është i përshtatshëm për mbretërinë e Perëndis.